Prej 6 muajsh, shefat e kompanisë Bankers janë të arrestuar për evazion fiskal në vlerë 5 miliardë euro, por ata vjojnë të kenë fuqinë të urdhërojnë shefat e qeverisë për t'u favorizuar që të mos paguajnë detyrimin doganor dhe gjobën me vlerë 120 milion euro të vendosur për mashtrim fiskal doganor. Përsëri bllokim gjobe nga qeveria në fillim të nëntorit 2025. Dogana e Fierit i ka ridërguar kompanisë Bankers njoftimin për shlyerjen e detyrimit brenda datës 22 dhjetor. Në rast të kundërt, brenda datës 31 dhjetor, vlera do t'i konfiskohej në banka ose nëpërmjet pasurive për shumën që nuk do të plotësohej nga llogaritë bankare. Por në lojë për të favorizuar hajdutët e Bankers që të mos paguajnë detyrimin prej 120 milion eurosh, janë futur ministri i financave Petrit Malaj dhe drejtori i doganave Genti Gazheli. Sipas informacionit të pamfletit, nga burime brenda Ministrisë së Financave, ministri Petrit Malaj dhe kryedoganieri Genti Gazheli kanë bllokuar procedurën dhe urdhrin e doganës së Fierit. Bllokimi i ekzekutimit të vendimit gjyqësor është bërë me qëllim që kompania Bankers të mos paguajë gjobën brenda datës 31 dhjetor, që është afati i fundit ligjor. Nëse nuk paguhet brenda datës 31 dhjetor 2025, detyrimi prej 120 milion eurosh përfshihet në ligjin paqja fiskale nga data 1 janar 2026 dhe Bankers nuk do të paguajë, pasi detyrimi do t'i zerohet. Nuk do shumë mend për të kuptuar se ministri Malaj dhe kryedoganieri Gazheli për bllokimin e ekzekutimit të gjobës kanë vepruar me urdhër të Edi Ramës, kryeministrit që ka modifikuar 3 herë kontratën e Bankers, duke e përjashtuar nga të gjitha taksat, duke i hequr tatim fitimin dhe duke i përgjysmuar rentën. Kjo situatë ka ardhur për shtat ministrit Malaj, pasi kompanitë të lidhura me të kanë bërë dhe miratuar bilancet false të Bankers, ndërsa Genti Gazheli ka lejuar mashtrimet fiskale doganore. Mashtrimi doganor prej 30 milion eurosh që bëri Bankers u zbuluan muajin prill 2019, ndërsa gjoba prej 90 milion eurosh ju vendos më 31 maj 2019, por me 17 korrik 2019, ish ministri Anila Denaj urdhëroi drejtorinë e doganave që Bankersit t'i pezullojë gjoba. Paralelisht me pazarin, bosët e Bankers nxorrën 270 milion euro jashtë Shqipërisë, duke i lënë në llogaritë bankare bosh si masë sigurie që të mos gjendej asnjë për sekuestrim. Për t'u garantuar më tej, shefat e Bankers zhvilluan gjyqe dhe i fituan në të dyja shkallët, të mbështetur nga ministri i financave dhe avokatura e shtetit, të cilat pranuan fshirjen e gjobës. Por pas plasjes së skandalit dhe raportit të KLSH-s, Drejtoria e Doganave më 21 mars 2022 bëri rekurs formal në gjykatën e lartë, e cila rrëzoi vendimet e dy shkallëve të mëparshme dhe urdhëroi kompaninë Bankers të paguajë 120 milion euro. Megjithatë, qeveria nuk ja kërkoi pagesën. Tashmë Edi Rama synon t'ia heqë gjobën Bankers nëpërmjet ligjit paqja fiskale, duke përdorur ministrin Petrit Malaj dhe kryedoganierin Genti Gazheli për të mos ia marrë detyrimin brenda datës 31 dhjetor 2025, që është afati i fundit ligjor.